qetësia që s'të merr askush, urtësia e Marco Aureli. A ke ndjerë ndonjëherë sikur bota rrotullohet shumë shpejt? Sikur çdo ditë vjen me një sfidë të re, një zhgënjim, një lajm i keq, një pritje që nuk u përmbush? Marco Aureli, një perandor që komandonte perandorinë më të madhe të kohës së tij, nuk kërkonte pushtet mbi të tjerët, por mbi veten. Në librin e tij Meditimet, që e shkroi jo për famë, por për shpirtin e vet, ai thotë: "Lëre mendjen të jetë e qetë, si një det i thellë që nuk tundet nga sipërfaqja." Ai jetonte në kohë të vështira, me luftëra, tradhti dhe vdekje përreth. Por gjithmonë kthehej tek vetja, tek fryma, tek zgjedhja e vetme që nuk i merrej kurrë, si të reagoj. Ti ke fuqi mbi mendimet e tua, jo mbi ngjarjet. Në këtë filozofi që quhet stoicizëm, qetësia nuk është dobësi. Është armë. Është ajo që të mbron kur të tjerët thërriten, kur bota kërkon që ti të reagosh me zemërim ose frikë. Marco Aureli na mëson: mos u ankoni për atë që nuk e kontrolloni. Në vend të kësaj, vepro me ndershmëri. Fli me ndërgjegje të pastër. Mos e kërko lumturinë në duart e botës, sepse bota është e paqëndrueshme. Jeta e njeriut është çfarë e bën mendimi i tij. Dhe nëse çdo ditë bota të jep dhimbje, përdore atë si stërvitje shpirtërore. Bëhu i fortë pa u bërë i ftohtë. Bëhu i drejtë pa kërkuar hakmarrje. Bëhu mendje hapur, por qëndro në parime. Mos harro, edhe një perandor kishte frikë, lodhje dhe dyshime. Por ai zgjodhi të mos jetoj si viktim. Zgjodhi të jetë njeri i mirë në çdo rrethan. Dhe në fund të jetës së tij, ai shkroi: mos u sill sikur do të jetosh edhe 1000 vjet. Vdekja të ndjek. Bëj mirë tani. Je i drejtë tani. Je i lirë tani.